Bashkia Malësisë Madhe që nga mbrëmja e kaluar është përfshirë nga rreshje intensive. Ditën e sotme rrugët e qytetit ishin përmbytura, ndërsa më problematike situata ishte në lagjin Culej, ku ujë kishte përmbytur edhe disa oborre. Rreshjet intensive të nisura që nga dita djeshme kanë shkaktuar problematika edhe në qytetin e Koplikut. Në lagjin Culej të kësaj bashkie ka pasur përmbytje të oborreve, ndërsa banorët bëjnë apel për ndërhyrje për pastrimin e kanaleve anësore të rrugës. Na kena problem sa herë që bjen shi, këtu është bllokuar një hymje këtu që ka një rrit, edhe kanali kryesor ka edhe 2 rrita tjera atje sepse ata bllokojnë prej llomeve, edhe as kena bërë disa herë kërkesa për këtë kanal, se kjo kanali kryesor që vjen nga Kopliku, teton ujnat e Koplikut tu vinë, edhe as kjo se përballon ky kanal, duhet që me pastrua kanalin, edhe ka 2 rrita atë që prej llomeve bllokohet edhe na që tash kjo është gjënia që po përmeten shtëpiat, lagshtina po hin gjithkund nëpër shtëpia, kështu që duhet sot marrë me pa njerëzit e inxhinierët. Situata është shumë keq. Për do gjëra të vogla që duhet më marr mosat më marr me pa sot se ka duhet me vënë ujë. Edhe ku duhet me pastrua, jo për kohë të mirë. Vetë para 3 vjet jam përmet, kam 3 makina, më kanë shku 15 milion lek dam. Edhe as më ka thonë kush që hajde herën mu morë ma të punë. Sot jam tonë natën e kjo qutë, për me rujt, për mos mu përmyt. Vetëm bllokimi i kanaleve, mos pastrimi i kanaleve. Sipas banorëve, kjo situatë rikthehet sa herë ka rreshje me intensitet të lartë, pasi bllokimi i kanaleve shkakton përmbytje të kësaj zone, duke bërë dhe dëme të konsiderueshme. Banorët bën thirrje që të ndërhyhet për hapjen e kanaleve të cilat janë pa pastruara prej shumë vitesh.